shije në ato, kështu që besoj që Ardiani e merr pa balotazh. Uniku ka gjasa me ju kthy AK-s, atëherë ka pasu për dikun 15 vota nëse s'gaboj. Me votat që kanë me postë. Me votat me postë. Ka mundësi me kthy Agroni Kuqi, një kandidat i cili ka qeverisë për disa mandate atje. Deçani dihet që do të jetë i AK-s sërish, edhe pse natyra Kuqi edhe shkëmbin Demaliaj, ka i bojnë nervoz ka pak, kryetarin aktual, sidomos me ato vite. Ora më usaj, ko që në stres, ora më usaj. Pak në stres, ja. Po së të në shanime, u mëtë. Istoku dihet, peja do të ketë balotazh kësaj here. Do të ketë balotazh mes Ali Berishës edhe Gaz Muhaxherit. Klina është interesante, edhe Klina do të ketë balotazh mes Bashotës edhe kryetarit aktual që vjen nga AK-ja. Vushtria besoj që sërish, edhe jam i bindur që sërish fiton Feridi. Kandidati i PDK-s. Po, i PDK-s ka qenë një kandidat shumë i cili ka dalë për te linjave të partisë, edhe është kështu i akseptueshëm edhe i kanë pa të sondazhe, për shembull, votust e vetëvendosis kur i kanë pyet pe partive tjera kënd do ta kishi preferu, ky ka dalë i pari, do thotë. Do sondazhe kështu lokale që i kanë pa. Mitrovica është do të jetë një komunë shumë interesante në këto zgjedhje, edhe do të bëhet një gare shumë e ashpër. E kemi që e thamë edhe më herët, megjithatë Faton Peci është një figurë kështu që e nivelit qendror politikës. Ka marrë shumë vota, 130.000 vota në zgjedhjet nacionale. Mirë po përballë e ka një djalë i cili në komunë respektohet shumë, rrjedh nga një familje intelektuale, vetë është doktorant i ekonomisë, ka... Profesor doktor, po. Po, profesor doktor, ka eksperiencë në qeverisje lokale, kështu që nuk e besoj që Fatoni do të mundet me mujtë. Ka me pas balotazh, por jam i bindur që Arjani në fund me një betejë kështu të zërshme, ka me... Pos nëse vjek vita dumë, edhe njerë ka funi. Ka vetë të turi. Bendushe ke i mirë, tashe kjo... Duma e keqja. Nuk i diskutojnë faktët. Që në përët bato në faktët që diskutojnë. Mirë ja bërë. Cili ke i mirë, cili ke i keqja. Të qysh po është perfilin ngritën. Keni farë tendencë. Faktët nuk i diskutojnë, që po të thonë. Ferizoj s'kam pa balotazh Agimaliu, sërish, e merr edhe një mandat, kështu që për shkak se edhe atje parti tjera nuk kanë arrit me nxjerr diçka struktura, organizim. Ne kena pa vetë vendosin, do thotë, i ka gjithë ata emra prej Gjilanit në nivelin qendror, të Ferizajt, nuk kanë guxof me shtime me kandidatu. Ka kryetarin e Si del ke Koroni? Si ka dole Koroni se në një sondazh vitit kaluam që e kom pa tash një vit, nuk ka qenë asë 13% e Koroni. 13% ka qenë. 13% ka qenë një organizatë që ka po. Nuk i ka një vjetë. E obilisi. Suareka është interesant për mu. Besoj që kryetari aktual pa balotazh fiton, edhe pse janë ka sfiduajnë shumë, sidomos një kundërshtar i cili ka qenë deri dje bashkë me të, Blerim Kuqi. Blerim Kuqi është shumë tash i angazhuar kundër Bali Muharremajt me strukturat e LDK-s. Nuk do ta ketë lehtë, po edhe disa të dhëna që i kam, Baliu del shkon pa balotazh, edhe pse do të jetë në... Duket se është e njëjtë kur nuk je vetë në garë, edhe mbështet dikant tjetër, ose të shkon vetë në garë, shkon nështë edhe sfidë më e madhe. Edhe Blerimi është me eksperiencë kështu në politikë ku gjatë, kështu që... Po së është në garë vetë, kështu që e bën dallimin atë. Skënderoj Samia e merr edhe një mandat.
Ka qenë të tërkush kryetar. Nën kryetar ka qenë. Ju ka qenë ma herë. Po të përshë e vila, jo me këta aktorë. Mos ma për drevë. Po Belicin? Po Belicin nuk e insiston bëri. Po Vjen nga Obelicin. Obelicin, Belici është Diçka e ka një ngërç. ku? Te Obelicin. jo s'kam gërsh. Gjafa nuk e ka letë, Gjafer Gashi se ka letë së here, për shkak se që ka bove të vendosja tash në 2 komunat, Fushë Kosovë dhe Obiliq, përmes kandidatëve vetë, ka punësu shumë qytetarët të atyre komunave në kek. Edhe kjo si duket po reflektohet e votat. Edhe plus është një kohë e gjatë, mirë po, unë jam e bindur që në baletarës kanë 500 një komunë? 500 ka punësu. Për shembull, jo që po Jo, të 500 është numër i madh me gjatë. Amon ju ju tregoj falë ndërprejo, veç ta thamë diçka. Fushë Kosova fitot pa balotazh me 12000 vota. Unë Nëse i funksion 500 vet, herë 3 minimalisht për familje, ju flas për përgjithësi, plus alesat e krimit që e përmbys situatën, pra, mundesh me përmbys. Do të ketë balotazh, mirë po prapë besoj që edhe jam i bindur që Gjafer Gashi sërish fiton i LDK-s. Për shkak të strukturave, të organizimit